Çmimi I vajit të lule diellit po shënon rritje të ndjeshme në tregun shqiptar, duke reflektuar shtrenjtimin e lëndëve djegëse dhe tarifave të transportit. Importuesit vendas kanë njoftuar se gjatë muajit mars, çmimi I shumicës për vajin ushqimor është rritur fillimisht nga 176 deri 178 lek për litër në 182 deri 183 lek për litër, ndërsa pritet një tjetër rritje prej 7 lekësh për litër, duke çuar çmimin deri në 190 lek për litër. Shkak I shtrenjtimit sipas importuesve është rritja e çmimit të produktit nga fabrikat prodhuese në Hungari, si pasojë e kostove më të larta për karburant dhe lëndë djegëse që përdorin në rafinerit. Gjithashtu, tarifa e transportit ka pësuar rritje të ndjeshme pas nisjes së luftës, duke shtrenjtuar edhe më tej çmimin e vajit të importuar. Ekspertët theksojnë se mungesa e prodhimit vendas të vajit ushqimor e ka bërë ekonominë shqiptare më të ndjeshme ndaj luhatjeve të çmimeve. Prej 2016-s, rafineritë vendase janë kthyer kryesisht në ambalazhues të vajit të përpunuar të importit, duke eliminuar një amortizator të mundshëm për frenimin e inflacionit në këtë sektor.